Sali Berisha ka marrë pjesë në ditën e dytë të punimeve të Forumit Internacional Democratic Union, që po zhvillohet në Zagreb, ku tema qendrore ishte perspektiva europiane e Ballkanit Perëndimor. Gjatë fjalës së tij, Berisha theksoi se procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian është bërë i pasigurt për shkak të problemeve të brendshme politike dhe institucionale. Mendoj se për momentin pengesa kryesore e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian janë autokracia zgjedhore, edhe më keq se kaq. Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Europë. Drograt në Shqipëri kanë një fuqi të jashtëzakonshme. Një tjetër pikë e fortë e fjalës së tij ishte kritika ndaj një iniciative të përbashkët të kryeministrit Edi Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, të cilën ai e cilësoi si një përpjekje për integrim të përshpejtuar në BE pa mbështetur të gjitha kushtet. Iniciativat e fundit të çuditshme është propozimi me një letër të hapur të nënshkruar nga Rama dhe Vučić, drejtuar Bashkimit Evropian për ta pranuar këtë vend me një integrim të dorës së dytë. Një procedurë e tillë nuk ekziston në Bashkimin Evropian. Prandaj, unë personalisht mendoj se procesi duhet të jetë i bazuar në merit, por pengesat janë si të brendshme, ashtu edhe rajonale. Ai gjithashtu u shpreh se procesi i integrimit duhet të bazohet në standarde të qarta demokratike, ku zgjedhjet e lira dhe rotacioni i pushtetit janë elemente thelbësor. Nëse arreston dy lider të partive kryesore të opozitës dhe vendos në proces penal pas një arsye ligjore dhe të tretin në vitin e zgjedhjeve, kjo ndodh në Shqipëri dhe në Tunizi. Të dyja i bën këto. Nëse jep 2.1 miliard euro, fshin gjopat dhe interesat 2 ditë para zgjedhjeve për të blerë votat, atëherë nuk ka më zgjedhje. Forumi Internacional Democratic Union në Zagreb ka mbledhur liderët politik nga vende të ndryshme të botës për të diskutuar mbi sfidat globale dhe rolin e së djathtës në një rend ndërkombëtar, në ndryshim ku çështjet e demokracisë, sigurisë dhe integrimi evropian kanë qenë në fokus të veçantë.